Ashe që ditëshme me njeri unë sa brengoset për rizkun. Atë që të ka shkujt Allahu s'ka kush që e pengon, dhe atë që të ka pengu Allahu azza wa jall s'ka kush që ta afëron. Dhe thonë të Ibni Qayyim bin të disa shembuj, thotë e keni pa fëmijën ku të linde prej barkit të nanës, spari her i mbyllet rizku i cili u furnizon të nga jo. Dërgon Allahu azza wa jall melek duke qenë ne në embrionin e nanave tonë. Ende pa dal në këtë botë, saktësisht në natën e 40 ditën natë, apo 43 natë, Allahu azza wa jall dërgon melek, që melekët me emrin e Allahut azza wa jall në këto çaste, në këtë momente japin formën embrionit fëmis pas 22 ditëve apo 3 ditëve, dhe ja shkruajnë disa shkresa jetësore. Ja shkruajnë rizkun, ja shkruajnë e gjelin, dhe ja shkruajnë gjithashtu si ka me jetu ki njeri i lumëtor apo ish dëshpruar. Kja që shkruaj. Dhe kësaj një këti shkrimi i thojnë para se të ndodhe normal, se ende njeri u s'ka dal në këtë dunja. Ashtë i përcaktuar çdo send, pra në këtë periudhë, duke qenë në embrion, në natën e 40 ditën natë, si që ka arë me një hadith të Imam Muslimit, përcaktohen këta, pasi që Allahu azza wa jall me emnin e tij e cakton se ki njeri sa ka me jetu, dhe rizkun mos u frikë se ti para se me artu ka përcaktu.